Në studio sot jemi me Elena Demollarin, por jo për të parë shenjat javore, por për të bërë diçka më të bukur dhe më ndryshe. Sot do të shikojmë energjitë e disa vipave. Elena, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën e juve. Përshëndetje. Atëherë, së fundmi, loja e fundit që bëm ishte parashikimi i politikanëve. Po. Me që ishte shumë e pëlqyer nga publiku na dha një ide tjetër që të parashikojmë të disa vipave që na i kanë lënë emrat ato. Të kuptoj. Atëherë personazhi i parë është Dafina Zeqiri, e cila është Dash. Po, do shikojmë energjinë e Dafina Zeqirit se do jetë energjia e saj. Do jetë pak konfuze në punën e saj, në profesionin e saj, me një vendimarrje do marrë një vendim, do ketë udhëtime të gjata për punën për profesionin e saj, do marrë lajme të mira, për momentin mund t'i ketë pak gjërat zvar ose pezull, por do ketë rrugëzidhje, do e zgjidhë gjërat me kreativitet. Kemi Fatmira Berçanin Dem. Fatmira ka një energji pozitive, është në kërkim të diçkaje, kohët e fundit të ri pak e vetmuar, në kërkim të diçkaje, në kërkim të një drite, duhet të presi dhe pak, duhet të ketë kujdes pak shëndetin, se mund të ketë pak probleme shëndetësore, një kontrat pune, një firmë, një dokument, me një vendimarrje do marrë një vendim, do eci përpara mos nikohet nga të tjerë, do ketë nisma të reja, perspektiva të reja dhe do ketë në fat, do ketë goxha ndryshime në jetën e saj, do ketë një transformim, si në punë, si në dashuri, si në familjen e saj, do jetë një fillim i epoke të re, kërkon të drejtën e saj dhe do dalë i fituar në gjitha drejtimet. Kemi Eli Malaj Virgjëresh. Eli Malaj, shikoj që në të kaluarën e saj ka kaluar shumë situata të vështira, çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur thika më shpine, mund të ketë ndruar jetën e personi familjes dhe është shumë e vrarë shpirtërisht, duhet të ketë kujdes se mund të ketë edhe një prishje planesh, një faliment ose një plan që mund ta ketë bërë, mund t'i prishet, duhet të jetë e kujdesshme, duhet të ketë kujdes tradhtit në rrethën e saj shoqëros, duhet të ketë kujdes se dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, është shumë luftarake, ka një rrugë të gjatë për të ecur atje kudo, ka xhelozi, ka konkurrencë, por ka një rrugë të gjatë për të ecur atje kudo. Do stabilizojnë gjërat, do ketë rrugëzgjidhje, do marrë lajme të mira, fejesa martesa, tavolin diklini dhe do eci përpara, por shikoj që do ketë një sezon të mirë për punën e saj që ka. Kemi Finemi në Krepi. Atëherë, në profesionin e tij do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, udhëtime të gjata, do marrë lajme të mira, nëse ka menduar për një blerje shtëpie në një vend tjetër, do ketë ngritje ekonomike, por në pozicionin e tij, në profesionin e tij që ka do eci përpara, nuk do ketë pengesa. Tani kemi Solo është Gafore. Solo Gafore. I pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, arti, profesioni i punës. Mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, në fatin, gënjeshtër, mashtrime, fatin do prej me gëshor. Do i shkojnë gjërat diku dhe të priten në mes. Duhet të ketë kujdes, ëndrat e kota, iluzionet të kota, gënjeshtra, mashtrimet, manipulimet, do vi një kohë që çdo gjë do i dali sheshit, sikur Zoti do ja nxjerrë çdo gjë të vërtetën sheshit. Do ketë ngritje ekonomike financiare, do përballet me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar dhe nuk do t'i japi. Një lajm do e marrë të mirë, të keq, por do ketë një financë të mirë. Do eci përpara në profesionin që ka, do eci mirë. Mirë. Okej. Kemi Noizin Peshore. Noizi duhet të ketë kujdes nga personat negativ, personat të tretë dhe personat të maskuar që mund të japin një energji negative. Do i ketë ndjer vetëm pak të bllokuar, bllokime mentale, po duhet të shklirohet nga bllokimet që ka. Dashuri pasionate, pak pengesa në partneritet, për momentin mund të jetë pak i mërzitur, por universi do të japi një dhuratë të bukur. Nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore dhe në profesionin që ka do eci përpara. Kemi Rej Manaj, cili është peshqit.
Ka kaluar situata shumë të vështira, për momentin mund të jetë gjendje ankthi, por do i kaloj këto. Duhet të ketë kujdes me personat me dy fytyra, ka nevojë për qetësi, për relaksim. Me një vendimari do marri një vendim, mos marri opinion tjerëve, duhet t'japi drejtim vetes të tyre dhe do eci përpara. Dhe në profesionin e ka do ec super mirë. Selim Bollati, binjak. Duhet të ketë kujdes se mund të ketë, është shumë zemërthyje në lidhje me dashurinë, duhet të jetë kujdesshme në dashurinë e tyre, do ketë fillime të reja, nisma të reja, mund të ketë pak rëndë psiqike, psikologjike, por do manifestoj. Ka takime, telefonata, udhëtime të furishme, çdo situatë e ka dalë përpara, do jetë një familje kompletuar, një dëshira e saj do i bëhet realitet. Në profesionin e saj do eci përpara. Kemi stresin binjak. Është super i mingarkuar, ka një mingarkes, është i mingarkuar në profesionin që ka, do eci përpara, kërkon të drejtën e tij, të vërtetën e tij, nga ana financiare do jetë i kompletuar, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do kenë balancim, do gjejë një qetësi shpirtërore. Stresi tani është futur dhe politikës, si e shikon? Tani për tani po shikoj gjërat pezull, por në kalim në kohët mund të jetë diçka pozitive, mund të eci përpara. Dhe i fundit është Jozi Marku. Jozi është pesh. Duhet të shmangi sherrët, debatet, konfliktet, mosmarrëveshje, do ketë një konkurrencë, duhet të ketë kujdes nga personat materialistë, se mund të bjerë pjesë e mashtrimit, manipulimit, ose në kthetrat e dikush që do tentoj ta manipuloj. Venusi mund të ketë bllokuar pak në dashuri, mund të ketë stres e mërzitje, por do zgjidhen gjërat me kreativitet. Do ketë shumë mundësi për të ecur përpara, do marri lajme të mira, do ketë një energji pozitive. Fejisa martesa 7 zëni do eci përpara dhe është shumë e fatë se ka shumë mundësi për të ecur përpara dhe rrugët i ka tapur. Tani nga këto gjithë, kush është shenja më me fat? Domethënë kush është personazhi më me fat nga gjithë këto që Ky i fundit po duhet të ketë kujdes se do ketë shumë konkurrencë. Jozi. Atëherë kush është më dominant nga gjithë këto shenjat që Më dominante do je Finemi. Më i dashuruari? Më i dashuruari mund të ketë një dashuri të re, stresi. Stresi, urime, stresi, ta urojmë të gjithë që të gjesh të dashurën e jetës, nusën e jetës, pasi ti e doje dhe politikane zyrtare dhe shpresoj ta gjesh. Elena, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Bash do të shihemi sërish? Javën që vjen. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bash do të shihemi sërish nesër në orën 11 në Vibe. Mos harroni të na ndiqni, kemi surpriza dhe shumë gjëra të bukura. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.